Me qëllim koordinimin e masave për përballimin e fluksit në hyrje-dalje në pikat e kalimit kufitar me Greqinë, drejtori i Departamentit për Kufirin në Migracionin, Saimir Muçaj, së bashku me drejtorin vendor për kufirin dhe migracionin Gjirokastër dhe shefin e stacionit të policisë kufitare Kakavi, zhvilluan një takim me homologët e policisë greke në ambientet e qendrës së përbashkët të kontaktit për bashkëpunimin policor dhe doganor në Kakavi. Në takim morën pjesë drejtuesit e pikës së kalimit kufitar Kakavi dhe të drejtorisë së kufirit Janin, si dhe online, për shkak të një angazhimi emergjent për kufirin në një zonë të Greqisë, kolonel Andreas Karageorgos, drejtori i drejtorisë së mbrojtjes së kufirit në policinë greke. Në fokus të takimit ishte menaxhimi i fluksit në pikat e kalimit kufitar, si dhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimeve kufitare. Të dy drejtorët u angazhuan për intensifikimin e masave të përbashkëta në të gjitha pikat e kalimit, me qëllim eliminimin e radhëve të gjata. Takimi sigurisht që vend veçantë pati diskutimin e sezonit turistik dhe rritjen e fluksit të udhëtarëve në të dy anët e kufirit. Dy vendet tona janë vende që kanë mësuar rritje të turizmit vitet e fundit dhe rritje të qarkullimit ndër kufitar. Ne shprehim gatishmërinë tonë për të rritur kapacitetet e burimeve njerëzore me qëllim uljen e kohës përpunimit të shtetasve që udhtojnë në kufirin ton, po kështu morëm të njëjtën angazhim edhe nga pala greke, edhe nga drejtori përgjithshëm i kufirit të Greqisë dhe autoritetet lokale drejtuese këtu në Kakavi. I premtuam njëri tjetrit bashkëpunim dhe forcim të masave, duke shtuar personel me qëllim uljen e radhëve të gjata në të dy anët e kufirit, gjë e cila është në interes të dy palëve. Policia kufitare shpreh angazhimin e saj që në të gjithë pikat e kalimit kufitar të Republikës së Shqipërisë ka shtuar masat dhe sportelet, burimet njerëzore me qëllim uljen e kohës së pritjes dhe përpunimit të qytetarëve. Në përfundim të takimit, drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i parë Saimir Muçaj, siguroi qytetarët që përdorin pikat e kalimit kufitar për angazhimin maksimal të shërbimeve të policisë kufitare dhe koordinimin e veprimeve me homologët grek me qëllim krijimin e lehtësirave ligjore dhe eliminimin e radhëve të gjata në hyrje-dalje në këto pika kalimi.